Çajiri është kthyer në një vend pak të frikshëm sa i përket ndërtimeve pa leje. Akuza e dini që ka me... Kjo është propagandë e Aliametit, Daniel Arcovskit dhe Levitës. Si do t'ja bëni me ndërtimet pa leje? Do t'ua konfiskoni për shembull bizneset apo do t'i prishni ato? Nuk ka asgjë më ndryshe në Çajir se sa që ka në Gosivar. Që nëse duhet të shkojmë, Gosivari është numër 1 komunë shqiptare që ka numër më të madh të ndërtimeve të egra. Dhe e pasojnë pra edhe Kërçova, edhe Likova, edhe komuna rurale kanë paravorësisht numër të barabartë me ndërtimet të egra me Çajirin. Po mos thonë, nëse duam në qytet Shkupit, Çajiri është prej 10 komunave, është komuna e 6 me ndërtime të egra. Ka 5 komuna Macedone që janë para Çajirit. Zoti Mexheli, po çfarë do të bëni ju konkretisht me ndërtimet? Shembull, nëse duam, se nuk vija shifet të që në malin Vodno, i cili ka malin Mbrojtën sen, aty kjo ndërtime shumë të mëdha. Domethënë të hatashme, ku kanë paguajt 7 euro taksa ndërtimi. Në Vodno ku 3.000 euro është metra katror. Në Çajir paguajnë 140 euro metra katror për taksën e ndërtimit. Kështu që mos hyjmë në atë filmin që e përgatitin të tjerët për këtë. Trotuarët të cilët janë të bllokuara te pjesa e rrugës, do të zhbllokohen nëse ju i paraprini komunës? Çajiri dallon edhe në këtë drejtim, domethënë se dallim pe komunave të tjera, qyteti i Shkupit funksionon në 2 nivele. Rrugë lokale dhe banesore janë kompetencat të komunës, rrugë kryesore janë të qytetit të Shkupit. Dhe nëse tash ka një fotografi jo të mirë për Çajirin, disa segmente, kryesisht janë segmente që janë në kompetencat të qytetit të Shkupit. Ka një udhëtësi e papërgjeshme, një udhëtësi ultranacionaliste që nuk e bën... Po me trotuarët e bllokuara? Po në rrugë kryesore janë qytetit të Shkupit. Ajo krijon një farë problemi dhe kaosi. Mirë, ama ne duhet të ndajmë kompetenca, domethënë se... A ka në këtë rast edhe pushteti lokal? Edhe ndërmarrjet publike, edhe ndërmarrjet, përgjegjësinë ka për rrugë lokale dhe banesore, jo për kryesore. Dakor. Ju kryesisht i keni pa ato rrugë kryesore.